Mbetjet inerte akoma po janë shumë shqetësuese kudo në vendin ton e edhe në Gjakov. Ka vende ku me të vërtet pamjet flasin vetë dhe të japin një pasqyrë as pak tërheqëse. Kryetarja Komunës së Gjakovës thotë se ka kohë që po e shqyrtojnë seriozisht situatën dhe po mundohen të sigurojnë një vend të përshtatshëm për të hedhur mbeturina inerte ose siç quhen të egra. Si komunë kemi identifiku, kemi pasur planin i cili ka kalu në asamblejën komunale, në lokacionin Jahoc, do të për inerte. Megjithatë ka pasur reagime nga banorët që nuk kanë pranu tjetë aty. Kemi evidentu një lokacion tjetër, po që është pronë e drejtorisë së pyjeve, pranë Ministrisë së Bujqësisë. Tashmë po presim për përfundimisht për leje finale nga Ministria e Bujqësisë, Drejtoria e Pyjeve, që ta shfrytëzojmë këtë hapësirë për riciklimin e inerteve. Me rastin e zyrtarizimit të funksionalizimit të këtij lokacioni për riciklim të inerteve, atëherë do të obligohen gjithë edhe operatorët ekonomik, por edhe individët, që në rast të rënimit të një shtëpisë, riparimeve të ndryshme, me krijimin e mbeturinave inerte që domosdoshmërisht i dërgojnë këtë lokacion, ku inertët do të bluhen dhe do të përdoren prap, do të futen në përdorim. Kusari Lila shtoi se pas përzgjedhjes së vendit ku do të hidhen materialet inerte, atëherë nuk do të ketë falje për ata që degradojnë ambientin.